përplasje, vrasje. Tani këto i sjell vera avokat apo i sjell problemet me rentin? Edhe temperaturat janë ngritur 40 tani i çiki gjak zet jemi ne. E dikush i sjell këto zotëri? Të i sjell policia partijake, policia e partisë punës, se policia e shtetit ka vdekur. S'ka më policia e shtetit. Ju keni mbështetur drejtorin e ri. E mbështeta dhe kam thënë që bën detyrën. Drejtori i ri tani nuk lëviz dot. Se lë njëri dhe të doj, nuk e bën dot më detyrën e policisë, sepse nuk e lë Edi Rama, sepse Edi Ramës dhe qifutëve u leverdis, u interesojnë që Shqipëria të jetë një amulli, të jetë një katrahur, dhe pak praktikisht këtë për realizojnë katrahurën. Nuk u pëlqet puna atyre se vritet një turist apo 5 turistë. Me që riktheve të izraelitët avokat, ç'ishte një lajm që qarkulloi që do hapet një muze në Florë, por aty u shkarkua një hoxh gjatë verës, një myfti. Ai çka kundërshtoi andej? Ai hoxha i Vlorës kundërshtoi hapjen e muzeut izraelit në hebraik në Kosovë, në Vlorë. Dhe kjo ambasador ka izraelite del si e pare vëmit në Vlorë, ndërton dhe muze atje për qifutët, se s'na duhet muzeu i qifutëve neve përse në Vlorë muzeu i qifutëve. Dhe ta bëjnë në Tel Aviv. Dhe ta bëjnë në Jeruzalem. Në djallësëm sa bëjnë, ku të duan. Këtu që duan. Po të thash pra, të tëra këto që sa ju, dhe të tëra këto që diskutojmë, konvergojnë në një pikë, në shkatrimin e Shqipërisë dhe kthimin e Shqipërisë në koloni izraelite. Ka që thjesht është. Ndërkohë që vietnamezët andej ne folëm dhe herën e fundit së bashku, gati 30.000 duke do na vinë këtej. Ai 100.000, nuk e di sa ishte numri. Do bjen vietnamez, si kundër kanë prur indian, pakistanez, afgan, bangladeshas, filipinez, sa të duash, i ke shikoj gjithë qendrimet sociale janë mbushur me kamarierë palestinë, filipinez. Prap dhe këto që thamë tani që konvergojnë atë në tjetësimin e popullsisë shqiptare. Të mos ketë më shqiptar, të ketë një Kombet e Bashkuara të Shqipërisë, ose Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë, ose Albania. Avokat, mirë me serbët dhe me grekët, po edhe me maqedonasit, nuk është se kemi qenë mirë këto 2 ditë, se erdhën në Pustec, nuk kënduan himnin atje, Rama tha është parodi e Pustecit, tani për herë dytë, mirë një herë ndodh gabimi, po kur ndodh për herë dytë tani s'është më rasti apo jo? Ai palaco, ai pander, ai pa cip që quhet Edvin Kristaq Rama. Të njëjtën gjë thanë për ministrin e Serbisë Rama dhe thotë ajo kështu tha. Dëgjoj, ai shumëzon me zero, i nënvlerëson, i ignoron, gjasme sikur qot shdia i Qelbiqeni, që ai është manti shqiptari se kushtohet të shqiptar tjetër. Dhe pikërisht veti mbështet, dhe vetë u thot Bjerini i Shqipërisë. Bjerini u thot, se nuk e meritojnë shqiptar tjetër. Është ai, është Edi Rama. Kosovata mendoni që do hapet avokat apo në Shkodër? Po do të hapë e kamaruar punë. Kush do ta pengoj? Pa më thoni kush do ta pengoj? Kush? Me grekët kemi qenë në rregull këtë verë avokat, s'ka pasur ndonjë. Greku ka hyrë dhe ka bërë atë e ka realizuar politikën e tij zotëri. Greku e veshi Korçën para pak ditësh me flamuj grek. Fillim e fund. Bulevardi kryesor të Korçës. Ka bërë, ka ardhur ai aty i ka Korçën dhe Gjirokastrin i komandon greku zotëri. I qeveris greku. Avokat, me qëllim të bashkitë dhe të rajone, tani si mendoni, do bëhet kjo ndarja e re e bashkive në këtë mënyrë që është propozuar nga socialistët? S'ka kush ta pengoj. Do t'i bëj të tëra ato që ka thënë zotëri, sepse po si bëri, ata i heqin kokën ata që kanë bën kryetar shteti, kryetar qeverie këtu. E vrasin, a e di këtë gjë? Avokat, po sikur i kishte gruar me Sorosin. Se ka përshu me Sorosin ai. Asnjëherë. Po shte lartë gjatë sa e vere, jo e shprishur, më the thash.
deri më sot ashtu kanë qeverisur duke mashtruar. Bëj sikur zgjedh dhe nga ana tjetër pin kafe dhe pin verë natë për lokale super të shtrenjta. Bashkë janë zotëri. Bashkë janë. Edhe Trumpi. Bashkë me ta është. Pra është një lojë e madhe. Avokat, do ta mbyllim me atë që pritet ndodh në 16 shtator. Ne kemi folur edhe herë tjetër së bashku, po duke qenë se ka filluar ky numërimi mbrapsht tani, për vendimin për thashit dhe të tjerët, pra 4-shën e madhe. Çfarë mendoni do vendos gjykata e Hagës për Pse ka marrë vendim që në 16 shtator do shpallet vendimi? Në 16 shtator shpallet vendimi. Pra i bie edhe 22-3 ditë, sa i bie? Do rrinë në burg. Do rrinë në burg. Kanë bërë krime. Avokat, po ju pyes për gjithë. Kryesori që di unë është Hashim Thaçi që ka qenë këtu dhe ka gënjur që ka thënë ka qenë komandant i UÇK-s, është vërtet. Hashim Thaçi ka qenë Tiranë në vitin 31 zotëri. Ka marrë pjesë në lutë. Tiranë ka qenë shumë ata avokat. Jo, ata e filloi parkun në 92-shin, forcat e armatosura të Kosovës, të cilën pastaj nëpërmjet tradhtisë së shtetit shqiptar, që tradhtoi LDK, Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe ja kaluan siç bën luftën balli me komunistët në Shqipëri, e njëjta gjë ndodhi në Kosovë, LDK-ja me PDK-n. Si 2 pika ujë ngjaj. Si 2 pika ujë, luftë civile. Avokat, mund të ketë ndonjë destabilizim në Kosovë po dënuan ata? Urdhë? Mund të ketë destabilizim në Kosovë? Që do ketë destabilizim? Jo përpare hiç, ata dhe t'i dënojnë. Venda kërkojnë të drejtën në Hagë, se vetë kërkuan atë gjykat. Albin Kurti u thatë, jam kundër ngritjes asaj gjykate. Këta mu lëgëm, vajtën vetë. Avokat, po situatën politike, mund ta shikoni që mund ndryshojnë qofse rikthehet Thaçi, se presin rikthimin e tij për të rrëzuar Albinin? Kthimi i Thaçit në Kosovë është dënim e vdekje për Kosovën. Deklaratë e fortë kjo. Thaçi është komunist zotëri. Thaçi ishte për dalje territoresh. Thaçi ishte për t'ia lënë atë Mitrovicën Serbisë. Thaçi Qosja ka thënë që zgjidhja finale mund të shkojë deri te ndryshimi i kufive. Pse do ndryshojnë kufit? Çdo jap Serbia. Atëherë dakord, i ndryshojmë kufit, të bëj kufi deri në Novi Pazar ku ka qenë toka shqiptare, te Mollëkuqe, edhe pastaj ndërmjetësojmë që të ndryshojmë kufit. Ç'keni mos më zgjidheni ata. Jo, avokat, të lutem, edhe diçka për ta mbyllur, si një parashikues nuhatës i mirë i këtyre ngjarjeve, të lutem nëse mund të bëjmë një parashikim të shkurtër në fillim të këtij sezoni të ri deri në dhjetor. Çfarë mendoni që do ta shënoj këtë hapësirë të 3-4 mujorësh deri në fund vitit? Çfarë ngjarje do të dominoj? Pra, se folëm për situatën në Shqipëri, në Kosovë, në rajon, në botë. Pres që të dominoj diktati hebraik i qifutëve në Shqipëri, të vendosin çizmen e tyre të qifutët, të shpërbëhet Shqipëria, të shpërbëhen qytetet shqiptare, të ikin akoma tepër shqiptar dhe të boshatisë Shqipëria kalojnë duar qifutëve. Këtë pres unë. Nuk pres gjë pozitive nga kjo klasë politike që është sot në Shqipëri. Vetëm në ndodhë në një mrekulli, që di, në një ngjarje e zakonshme që Shqipëria të fitoj atë që duhet fitoj. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj që për intervistë.